I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Zero fucks given, zero fucks given, zero fucks given. Zonja dhe zotrinj, një nga personazhet më pikant të showbizit dhe një nga më të gjykuarit të showbizit gjithashtu që e ndjej këtë pjesë, po që nuk mendoj se ka nevojë fare për komentim, thjesht e di që ky do jetë një podcast shumë i flakt. Serena Sula, miq. Përshëndetje. Përshëndetje, Hola, miq. mamacita. Nuk e di, jam shumë entuziazmuar për këtë podcast se e ndjej që do bëhet napi, a kupton? Jam të vure, të si të tu, në fakt, jam të vure. Jam të vure i qikë. Për zotin e madh, është rri edhe qef dhe të analizon çdo lëvizje, kështu që bën, ti ka gjitha nga i ke syt, qa bën, si e bën. 360 gradë. Le qa bën kështu laka kod në për TikTok, thoni ju, jo po se, a kupton është kot e zgjuar. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhe. Faleminderit që mirë. që Edhe merrni shembull ju të stradës, e shiko? Ja, kështu duhet. She, Po tamam. tani, unë jam personazh ndryshe, va nuk kapen dot ata me mua. Duk është ti që si e, nuk je rritur këto, si e rritur këto. S'jam. Po edhe ti me mentalitet je ande nga jam unë. Atje jam. Me zemrën jam atje, jena në rregull. Jemi në rregull. Serena, do ta fillojmë çik kështu gjendje jo e shkuara, jo gjëra që dimi çik nga backgroundi jot, se më duket sikur njerëzit merren shumë me këtë pjesën, këto jo, siç flaset edhe unë për shembull TikTok, që janë ato butalliqe se TikTok në fund ditës edhe i kërkon pak këto. Po, e doni çik. Po, vërtet. Më duket sikur njerëzit merren shumë me këto edhe se dim fare nga vjen, domethënë prindrit, a ke motra, vëllezër, ku e ke bërë shkollën, domethënë këto backgroundi bazik. Fillojmë me këtë gjë, që dimi çik për ty, domethënë. Unë faktikisht, unë jam rrit në Lezhë, jam lezhjane, tipike veriore, mamin e kam origjinë nga Dibra, ndërsa babi është rrit në Shëngjin, po unë që jam në Lezhë, domethënë lezhjane, shkollën e kam bërë aty dhe se kam vazhdu mo. Domethënë, më the që vetëm gjimnazin, po. Deri në gjimnaz. Po, deri në gjimnaz, kam i vllot vogël. E kam 8 vjet më të vogël se vetja. Ti je? Unë jam e parë, e madhja, s'kam më. 23 më. 23, po. 23, vllai bie sa shumë? 16. 16 vjeç vllai. Në moshë adoleshencë, moshë kështu. Moshë. Ka kapi çik. E ka kapë, ma vjen mu fajin, ti ke fajin, ma vjen mu. Mirë, thuaj. Ashtu i kam thënë. Por që unë faktikisht kam qef më shumë gjithmonë qyshe vogël kam pas qef fiksim me jetu në Tiranë. Nuk kam pas pëlqen si vend, sepse vendi jam më pëlqen normale, por që më shumë ka pëlqyer Tirana, se normalisht është vend më i madh, është ke hapësira, po dhe puna më ka bëu jeta, di? Që edin ti di vetë se ti dhe çdo gjë domethënë me punë, me jetesë, me përditshmërinë, edhe domethënë jam spostu këtej në Tiranë më shumë. Sa vite u bë domethënë që ke ardhur në Tiranë? Unë që 16 vjeç kam lëviz nga Lezhë, në fakt. Me kë? Kam lëviz shumë. Herë kam qenë, se jam vajzë që kam lëviz, domethënë, jo në Kosovë, jo ne, se kam qenë në përmise, ne. E kuptoj, po. Jo bashkëtesë, kam qenë e re, edhe. Unë shumë e vogël edhe kam lëviz. Bashkëtesa me atë djalin që më kanë thënë se unë i kam marrë vesh të thashëtimet kur kam marrë në Shqipëri, nuk kam qenë atë dejtuar ande. Me atë djalin që ka qenë martuar të përputhen, Shumë se kam i të në farë si e ka emrin, po nuk ka që. Arioni, Ke bashkëtuar me të. Do me thënë ke ardhur në Tiranë për të bashkëtuar me të, apo si ka qenë ky tranzicion? Po, jo, kam qenë unë këtu faktikisht, por që pastaj që u zhvendosa tamam, kam qenë me këtë djalin që kam jetu një vit, gati 2 vjet me te. Pastaj unë jam e vogël prap, 20 vjeç jam Edhe prap gjithmonë kam nejt këtu, nuk është se kam lëviz kurrë nga Tirana, din. Gjithmonë shtëpinë kam majtë, din, nuk është se kam lanë. E kuptoj. Po, si erdhe, domethënë, si e morë vendimin ku i gjete këto financat për të ardhur, se s'është edhe aq kollaj, domethënë. Normal. Ti ke jetuar vetëm fillim. Po, vete kam marrë shtëpi gjithmonë. Po. Nuk kam dash asnjë, gjithmonë kam qenë njëri independente, ti e din se çfarë më thënë. Po. Jo, po ashtu po, unë jam i person që Orene, nuk e di se ti nuk më kupton, se mu gjysma ma shumë njerëzve nuk është më kuptojnë shumë, po. Ju që jeni showbizit më kuptoni. Unë jam një njeri që për shembull dua të kam ato gjërat e mia, e din? Edhe për shembull nuk duj person që s'm kupton me pas në shtëpi, edhe nuk normal. Më streson, e din kot, edhe nuk e du më mirë them po. Për pjesën e familjes apo Jo, kudo. Jam mësuar me atë idenë, e din që duj çik privatësi vetë, edhe normal. Po ato gjërat e mia vetë, edhe nuk është se du person me mësu. Faktikisht kështu kam qenë që e vogël, jam kokë mushkiç. E kuptoj. Edhe jam mësuar me këtë idenë. Pastaj se çfarë vjen jetë, a din, nuk është si them jo, unë jam njëri
i paparashikueshëm, nuk është se them jo, kuptohet. Po për momentin nuk është se vras me jenë shumë. Si e ndjen? Po, ashtu jam unë, momentit edhe është net, nuk është si bëj plane, do bëj kështu, do bëj ashtu kur. Po mirë, nuk ri për shembull të mendosh se unë fiksohem shumë shpesh them. Jepi lirshëm, Ku do çfarë do bëj unë pas 10 vitesh, çfarë do bëj unë pas 5 vitesh, si do organizoj planin, ku do jem rrë edhe normal që sado planet bësh, se se thon kot atë që jeta varet si vjen, e kupton? Po nuk e ke këtë pjesën domethënë që ti mendosh gjërat çik më afatgjat? Më afatgjat, pse ti mendon kështu, për shembull sot çfarë do bëj unë sot e Po, unë jam keq, unë jam ekstrem tjetër, domethënë po... Ti që jena dy ekstreme ndryshme. Që kena dy ekstreme ndryshme këto, prit fakt, po bukur shkojmë. Se dy polet kundërta tërhiqen njëra tjetrën, në rregull. Domethënë nuk e ke fare këtë pjesë. Shiko, jo, ti është i gjosh, shumë mirë ti mendon sepse ti ke karakterin tënd, kupton, ti mund ta mendosh. Po për mendimin tim, nëse i mendon janë është e kot me mendu. Domethënë ti e mendon, unë thu do rrimi këtë person, për shembull, do bashkëtemi këtë person, do bëj këtë gjë, do bëj këtë gjë, të del komplet e ndryshme e kundërta, a kupton? Nuk është se ti gjithmonë do mendosh se do dalin gjëra perfekt, ashtu si mendon ti. Po, normal. Pak a shumë mund të dali, por jo se është 100%, e di? Po ti si Serena, domethënë, a e ke këtë lloj mentaliteti apo nuk është se e ushtron shumë në thonjë sa? Për shembull, për shembull, me çka kam menduar, për shembull që 16 vjeçë, që un kam qenë nëpër mijë, se kam menduar ndrysh, komplet ndrysh. 16 vjeç u futën në mijë. Po. Okej. Edhe kam menduar komplet i gjë ndrysh, e di? Domethënë si më vjen rrjedhoja e jetës, më kupton? Edhe më ka komplet ndrysh nga gjëja që kam menduar. Për shembull, kam menduar se do filloj modelingun jashtë shtetit, a kupton? Dhe këtë më ka çdo gjë ndrysh, domethënë erdha përfundova të bëj këngë, a kupton? Është gjë që ndryshon, e di? Po mendim, unë kështu mendoj, tash nuk e di, po nga çka eksperjenca jame, unë kështu mendoj. Po se njeriu bë kot plane, për mendimin tim. Më mirë. Po këtë pjesën e këngës, a e bën për të mbajt veten domethënë akoma në këtë rrjedhën e famës, apo e bën se me vërtet ndjen edhe të pëlqen ajo gjëja, apo të dyja bashkë? Jo, është gjë shife. Unë faktikisht muzikës se kam i kollët të mëshme. Ja Do të kondicioner. Do të miroj çik. Okej, unë muzikën, shife, gjithë kur kam bërë twerk, se unë jam njëri që unë marrë për twerk, unë vdes, jam nuk e di. Edhe unë motor, po nuk e shpreh kështu. Shifse. Po do ta bëj me dorë, do ta bëj ta çoj me dorë. Okej, do të bëj unë ty. Do të bëj unë ty twerk, po ne ti unë ty. Okej, pranoj. Do ta bëjmë. Kam punu striplap i vite gjysmë, nuk i kam problem me dy thot fare. Atëherë do t'ja bëjmë yje, pritni dhe pak se do keni surprizë. Në fund, do bëj në fund. Edhe se ti pas ke punu në rregull. Çe kena, më thënë kuptohen. Po, një vit e gjysmë kam punu striplap. Unë Cardi B ka punu në striplap, kështu që mos e vrit me, mos e rruj. Edhe unë nga twerku, nga këto që më kanë njek, më thënë për live, dhe unë ky producent, ky Stines, ti ndoshta besoj se e njeh producentin, e frendoj shumë. Edhe ky më tha, meqense se ti tha je twerku të je kështu, tha po, tha pse se po tha i këngë, tha di pse. Në fakt ai më ka fut, unë s'është se kisha më në fare. Unë thash ik më çka këngë janë këte, unë kam qenë njëri gjithmonë kështu, ti di si jam. Tha po bëj me provoj një herë, tha rap, tha pse se provoj, tha. Po mirë, thash okay bëj. Ai më boni, më than faktikisht ai më ka marr atë të parën. Edhe po ecim tha më tha, jepi vazhdo. Po se ecim tha mund ta shikosh. Ai mirë, thash unë. Po nga që më kishin shajt, kam pasur problematika. Problematika në çfarë aspekti? Kam pas shumë probleme me meshkuj me personale apo po thuk kështu çfarë bëhet nëpër media? Edhe në personale edhe nëpër media kam pasur shumë. Okej. Zënka, më the thash. Nuk kuptoj. Edhe ai tha do të bëj thaj tekst, unë thash që ti shosh ta. Me rënje me kështu, okej thash. Eci, ajo është gjysmë milioni, pa të shku për me nazi sa. Kjo ka qenë më e goditura të betën që ke pasur nga muzika? E para, e para ka ecë, kënga parë, twerk ka ecë shumë, bëgja. Edhe kam ecë, si kënga e parë twerk, moj motor, ke kënduar apo ke bërë twerk? Jo, twerk e ka titullin. Okej, në rregull. Twerk, po. Edhe, do të thënë nga aty, pastaj vazhdova duke bërë tjerë, se më kërkoshin, pastaj thirrën Serena mami, më kanë vënë ofkën, edhe tash kam gjithkund Serena mami, edhe tash më kërkojnë, e din? Gjithmonë në shoh mesazhe këto, adreshinat të them kërkojnë, këto. E shoh se më kërkojnë, edhe i thash, "Okay, tash vazhdoj, do më vazhdo dhe vetë, nuk është çështja vetëm te ndjen." E ndjen domethënë për ta vazhduar këtë gjë. Po. Po, domethënë merresh me se do kaloj prap domethënë atje ku e filluam, po na mori edhe çik rrjedha muhabetit.
Je tek muzika, te TikToku ke përfitime financiare apo vetëm për qef? Jo, kam hyrë për qef më shumë, nuk është. Okej. Ju ka dalë ndonjëherë kjo tipja René Refo edhe keni thënë prit se që ka duke përdorur këto produktet e Maruderm, gjithashtu Note Cosmetics që është nën Maruderm, dhe keni thënë ç'a janë këto? Atëherë unë nuk dua t'ju tregoj çdo produkt që unë përdor, sepse çdo tipologji fytyre ka diçka të ndryshme dhe ju goca shqiptare keni një tendencë që të kopjoni çdo gjë që femrat bëjnë, ndërkohë që çdo person ka stilin e vet, fytyrën ndryshe, tipologji ndryshe. Unë dua t'ju them që kjo firmë realisht nuk ka ndryshuar jetën për këtë një muaj që unë e kam përdorur, nuk kam pasur asnjë breakout në fytyrë dhe fytyra ime është super si beb dhe ka një shkëlqim që nuk e ka pasur ndonjëherë. Problematika fytyre, me thënë drejtën, nuk kam pasur, e vetmja gjë që kam dashur të shtoj në rutinën time ka qenë ky shkëlqimi që momentalisht kam make-up, po mund ta shikoni te videot e mia në TikTok që përgjithsisht janë pa make-up. E vetmja gjë që do rekomandoja që mund të përdoret nga të gjitha ju është ky toner i fantastik. Okej, një kat këtu të lutem. Pastron qelizat e vdekura, zhbllokon poret që mos të kemi më akne, përdoret shumë për balancimin e fytyrës. Për shembull, unë kam pasur rozeshja ose këtë pjesën e rozë që bëhet këtu për gjithë ju që nuk e dini, dhe më ka bërë të një trajtshme komplet fytyrën dhe gjithashtu me shkëlqimin absolutisht, sepse kjo ka qenë gjëja më kriter në gjithë jetën time që të shkëlqej kur eci në rrugë, më kupton? Përdoret 3 herë në javë, është gjithë kjo shishe. Dhe unë jam super e lumtur, absolutisht që kam dhe produkte tjera, nëse jeni të interesuar për ato produkte mund të shikoni te faqet e mia, por siç ju thash, ka llojsor produkte që ju ta përshtasni me fytyrën tuaj. Mund të futeni edhe te faqja dhe them që Maruderm zgjedh edhe natyrën edhe shkencën për t'i bërë këto gjëra sa më të bukura dhe sa më efikase për ne. Zgjidhni Maruderm. Mu mi kam bllokuar shumë faqet. E kuptoj. S'është se kam pas ndonjë kështu, por gjithmonë për çef, nuk ka se kam qenë një personi shumë i lekut. Kam qenë gjithmonë më shumë. E kuptoj. Çfarë vit po. E kam bërë më shumë natyrshëm, a din? Nuk ka se kam qenë person që o të hyj për lek, o të bëj për lek, a kuptoj, të bëj këtë gjë, të bëj atë. S'kam qenë kurrë ai person. Gjithmonë kam hyrë, domethënë, dali ku dali, din? Do futem edhe shnet. Se unë kam hyrë në Instagram. Po live e pra, se live e ke pas përdor shumë. Po s'ke bë lek nga TikToku ti me live, se unë nuk e di, tani në live s'kam hap ndonjëherë TikTok, po ajo vërtet, kam dëgjuar që kam pas bë shumë lek njerëzit që janë futur përpara. Bojnë, mu më kanë ngel. Tashi sikur ka ra, po Kara më është para. Kara i qi. Sa keq, vjen keq. O zot. Jo, po shife, mu më kanë ngel, gjysmët e lekëve aty, unë zi qa hiq, mu më kanë ngel aty. Për zotë, mi kanë blloku faqet, si kam marrë hiq. Qa ti unë jeti kam lënë. Për zotë, si kam marrë hiq, se ka pasaj. Muj me qarron ti. Me qarroj unë. Ha, me qa me ndonë ti, hajni. Nuk, tash unë nga qa ke gjuhë ti, Okej, 2 sekonda. Tash tash që u meke kështu ma bëre kështu tash u rifreskova. Tash ti ke dhe OnlyFans. Po. Bën shumë lek nga OnlyFans? Po tash mu pëlqen. A je kënaqur me lekë sa bën? Mu pëlqen më shumë OnlyFansi, se sa unë ja sugjeroj edhe tash i vajza këta, çfarë më sugjeroj këtu se këta fillojnë, po. Ato që janë ato që janë ti. Ti sugjeroj ato që po mirë, po, ato që janë tipe, a kupton? Tash nuk po them ato që janë çik më të lëvizshme. Ato që vjen për ta bëni çka keni për të bërë. Ato që janë çik që spysin, a kupton? Jo, po se ti e kuptove, që janë çik rebele. Po mendimi ti më mirë OnlyFans se sa. Po kush jeni, prit, më fal, ta shtoj edhe këtë, që mendoj që duhet jenë 18+ për ta marrë këtë vendim për ta bërë. Pastaj nëse doni ta bëni 18+, bëni çfarë doni. Po kur je vogël kam përshtypjen që bëhet edhe shumë gjëra që si logjiko do të sa duhet për ti marrë, se ndjekin më vonë mund mos jenë të afta ta përballojnë stresin më vonë, kupton? Shiko, ajo jo më 18 mrapa është, nuk është. Jo, absolutisht, kur je mbi 18, ti thu e ke bë me logjika të gjën që ke bërë. Po nuk e hap dot në 18. Nuk bën sepse e ke me kartë me kështu. Ashtu, ëh? Ja, nuk lejon. Me kështu ID, okay. Po, nuk lejon, jo. Qofse keni për ta bë bojeni, pra po jeni mbi 18. Hajde. Vetë do të jesh, jo pigjove, vetëm se do të jesh pak e famshme. Se nuk po më ke goca sa dush. Jo, do të jesh i çik sepse do të kesh pak kërkesa. Po s'fani çik kërkesë, ka thelbin këtu. Është sekondë do të kurioziteti. Okej. Do të bëjmë për ta shoh Serena ose filane. Se bo Serena kështu. Ata shohë si mund të jetë.
Tisha. Okej. Kjo është domethënë, çfarë është. Pastaj e hapim se e hapin do, po ne po themi me fitues tash. Ne po themi me hapim me lanamës, mos u ty kur çfarë të bësh, se aty është me abone, a kupton, do të abonohesh. Do të jesh me kartë bank aty. Ashtu që e bë muj për muj. Po. Do Edhe pastaj pagu gjëra të tjera aty, kupton. Ekstra. Po. Aty ta fut pastaj. Po, normal. A e menaxhon vet? Po, vetë, se kam dëgjuar që ka edhe njerëz që e menaxhojnë për ty, domethënë. Po, se ti nuk mund të rrish gjatë ditës, për shembull. Pra e me shkruajtë me me kthy që mesazheve, ti do kthesh se tjetri kërko kështu, njëri kërko ashtu, njëri kërko këtë. Po. Po, a të dalin domethënë lekët e OnlyFans-it për të jetuar, domethënë nëse do jetoje vetëm me OnlyFans, do të mjaftonte për të jetuar? Po. Okej, domethënë bo lek motra. Okej. Po sa vjeç? Për Shqipëri, kuptohet. Për Shqipëri nuk po flas për vende të tjera, po këtu po flasim. Për Shqipëri, po ti dhe ata që të kërkojnë shqiptari kanë fund ditës, ai që kanë rrokën dhe ata të shkretë. Ku do ta çojnë? Ne këto, Johnny Chike. Po, sa vjeç e ke filluar OnlyFans-in? Kam kalu 18, 19 kështu e kam hap. 19. Me të nuk bën 4 vite. Po e famshme sa vite ke? Mbark. Ashtu të zhbo kështu si lëkurë. Duket sikur kam qenë mbark, qysh mbark na. Të zhbo si lëkurë. Më bo si, po. Din dy karaktere, se di stimove, jam bo me... Kuptoj. Po, që kam fillu tamam, që kam dalë tamam kështu, 17, fix. Okej. Dhe më thanë, 16 që kam pas problemet të misi, jo dora gishtin e mesit, jo u gatrova me ato, dora portali im I parë. Gishtin e mesit e nxorre në publik apo ka qenë privatësisht? Publika e kam zjerë. Shumë mirë ke bë. Sa e meritoshin. Okej. E meritoshin si ishin me hile. Okej. Krejt me lek, krejt çdo gjë fake ishte aty, si ishte asnjë sen. Unë isha moshë vogël faktikisht. A do ku ti unë vetëm po, të pranun parti, është shumë e bukur. Në fund vite tjetra merrte për shembull, kupto. Ishte më molla, jo merrte hidh lek ajo. Ç'i bosh ti? Si më bëu zora gishtin e mesit. Nuk ishte kështu po thua me kush e meriton. Ja, po nuk është, harroje. Në Shqipëri përgjithsisht nuk është funksionojnë gjërat ashtu, po. Po pastaj 17 kam dalë në portalit, që kam dalë tamam që më Çu gatrova atë dashurën e Fer ose në portal po nomi atë një 3 muaj verë kam nejt me të herë nga 3 kështu. Unë gatrova me atë pse? Gatrova se po xheloze. Okej. Po ka ndodhur ndonjë gjë mbrapa kuintave që publiku nuk e di për shembull ose se dim ne se publiku quhem dhe unë në këtë rast. Po. Për shembull çka kuptim? Domethënë ka ndodhur ndonjë zënk ndaj gjë që s'është marrë vesh nga pjesa mediatike midis jush. Midis me edhe aty këtyne Ferës këtyne thotë. Këtyne çiftit. Po ajo faktikisht shif unë bëra një foto madje. Isha 18 vjeç sa kisha bë. Ai foto kështu, siç jam me ty tash, edhe thjesht kisha vuj çik shalin, çik sa për kështu për efekt fotoje. Po, marrë. Edhe tash në rregull. E hodha, unë tash mbas një javë ishtu për 2-3 ditë. Veç kur shikojmë kështë edhe mua në story, jo, po shifet tipet e femrave që më ngacmojnë dashurin e, ane këteje, me kështë kurva, ta kuptoj tash, unë kuptova se s'ma janë të bukur. Po. Si atë kështë pas më shkujt. Edhe unë I thash, më vajzë, I thash, unë edhe sa vogël kam qenë imagjineri. Tash më goci thash. Tash ja ke shkujt këtë apo e ke bë publikisht? E kam shkujt aty publikisht. I thash ti, a ke dashurin e famshëm? Po. Pse e lën pra dashurin, I thash, unë s'do takoj tjetra. Thash unë ti s'më bësh xheloze me gjithë këna, ashtu bëhet nami. Ajo shote, pse ajo kthej, unë kthej nami. Nami po them 3 muaj kështu, ajo shaj, unë shaj. 3 muaj, nuk dalonet. Po mirë ti se ti ke pas nerva, kupto, po ajo. Unë se kuptoj, ai ka qenë mosha jonë sot. Sa jena unë ti, ka qenë ajo tjetër. Imagjinoj, do kisha nerva 3 muaj. Merresh ti 17 vjeçare. Jo, fare më në shtëpi. Nuk do ki, jo, realisht do ki kush ka nerva, kam punë, valla ti ke punë shoku. Po e kuptoj. Po e ka dashur edhe vëmendjen, e kuptoj se si janë. Dën edhe vëmendje ka pat momenti, se unë sa kisha dalë nga Miss Universi, po ndaj. Po ti tani nuk u bëre famshme nga Missi, ti nga TikTok-u shkove në Miss apo fillove te Missi? Jo, kam qenë Miss herë. Pa Instagram fare. Okej. Po. Kam qenë 4 kompeticione unë para Miss Universi. Okej. Kam qenë herë Miss Veriu, Miss Freedom, Miss Adolescenca, pastaj kam shumë Miss Univers. Po kush të inspiroi të futesh? Për zotën vet. Apo vet shumë nga model. Vet, po.
Shtëpisë nuk është se kishin ai problem me këtë pjesën që do me u fut mis ose kështu? Jo, kam 14 vjeç që ku i kam thënë. Kam qenë. Fiks që kam thënë shtëpi, kam thënë ishte. A din, kam qef i thash, biles babi më ka qu i parë, që më ka qu me makinë në Kosovë, vetë. Edhe më thamu sa, a je okej? Drejto? O lasha fare, unë shtriva kështu shtëpi. Shtriva, më thënë, si dushu se për me, mos e rruj. Si shpitatë të. Thamu sa, a je okej? Thamu sa, je sigur thamu sa që të marrësh, më thënë, të vazhdosh? Po, i thash. Biles fëj tu qajt i fije, babi. Kush me? Babi, pak, se po isha e vogël, isha ja shtëpia 1 muaj në Kosovë, unë vetëm. S'kishte atëherë. That's so cute. Edhe, po i thash unë. Vazhdova, pastaj fillu të mftu vete. Det në Instagram, nga aty filloi Miss Adoleshenca, nga Miss Adoleshenca më ftoi Miss Veriu, nga Miss Veriu shkova Miss Universi. E kuptoj. Pastaj Miss Universi kam lënë, nuk kam shku. Po aty nuk kam. Kam dëgjuar që je mërzit shumë, domethënë atëherë. Po. E mendon akoma kështu me mërzi apo ka kalu si gjë? E menoj tash, nuk e shoh dot faktikisht. Nuk e di pse, nuk e shikoj dot. Ja. Prap me po tash mërzitem, nuk e shoh dot, domethënë veten time atje se ke procesuar akoma kështu si gjë. Nuk ka shumë se e kam lënë edhe aty në sken ku kanë më janë çmimet kam hik. Ja kuptoj. Jam kthy mbrapsht, e byres kam qenë, di si kam qenë, njësh më ceke këtu, u bosi psikologe. Unë po dëgjoj, unë ta marr si psikolog, po të shoh. Unë si psikolog. Në thellësi të shpirtit tënd. Atë moment domethënë kam pas një dy kështu, dy mendime në kokë. Tash i di që kështu, njëri ishte si më thënë, si tip djalli, njëri ishte si tip. Oj kuptoj, më ndodh shumë shpesh te mua kjo dy gjërat. Po. Njëna më thotë, njëri mendim thotë shko para dhe gjuj ose bëna i sken. Mendimi tjetër ishte. Mendimi tjetër ishte ktheu mbrapsht. Domethënë mbrapsht kështu morë. Po pra po. Jo për të work, për tik. Jo dogi. Tash i kisha ngelur ato dy gjëra që kisha anë, do më njihshin e kuptoj si tip. Serena ato mu. Jo Serena më unë. Edhe si isha gjithë kështu. Po tash disha para, pas u ktheva mbrapsht. Tash leje tash. Nuk e di pse mendimi im tash kthej mbrapsht. Edhe si ma ka ndje zemra thash, si dihet një çapo, më mirë thash, s'po le. Po pse me kaq shumë. Do me thënë, e kishe me veten, si me thënë që sajnat me veten time, apo e kishe nga rrethanat që kishin ndodhur, do me thënë, gjithë këtë... E kuptoj që mërzitesh se ti gjithë futen, si me thënë, me u fute Big Brotherit, gjithë thonë, po futen me fitua, kupton, e kuptoj që është kjo ideja, po them që ne ke përjetuar kaq shumë. E di pse, se ky më futi shumë më para mu, ky producenti më futi shumë herë. Kupto? Më futi shumë herë se që ishin këto aplikimet, a kupto? Okej. Më futi, si me thanë, ishin aplikimet për në verë, mu më ka futi shumë shtator. Okej. E du kupto, ka futi shumë herë, dhe më gati disa muj para. Edhe ma t'idejës, a kupto? Unë e disha se me fitu, nuk është si kisha me fitu, si isha minorena, aty dështë 18 e lartë për fitu. E kuptoj. Por që, e di kur tip dikush shpresat më mëdha, edhe tash ti je demoralizuar. Po, bravo, e di, tash ti tjetër, okay, ti thuaj, po tregoja para jemi në Renë Serena, mu më mirë më trego realiste. Ti nuk e di këtë gjë. Bravo. Kjo ishte e gjitha, domethënë, ishte si tip, e kuptoj kur si manipulim, një vit të marr kështu, edhe në fund, domethënë tjetër për tjetër, njëri tjetër për tjetër. Pastaj në fund jo po jemi në Renë, ti jo po nuk futesh as, nuk ke as çmim, jo po nuk ke as gjë, kuptoj. E komente kisha pa fune like, qysh në atë kohë. Gjithë lezha ishte gjithë shkolla ime. Ati, me pankarta ato. Serena Sula, Omega. Ato gjithë ati. Edhe kupto, tip këtë, edhe kur, nga asnjë çmim, asnjë gjë, okej, të gjithat person, po këtë një çmim, okej. Miss fotogenia, okej, Miss eleganca, hajt, jemi në Renë e vogël foto. Tash aty dolen do, se tash unë jam realiste, tash dolen do ku diun në Renë, dolen do ftyra zot na ruaj, mi po, për zot i tregoj tash. Si për zotën, as sot nuk as nifin fare, e kupto. Tash s'mundesh ti me fut kur e shikoj se tjetra është origjinale me gjitha, e kupto. E lam tirat, po shikoj ishte unë isha origjinale, isha elegante, isha, e kupto, nuk është isha një vajzë. E kuptoj. Tash ti, okay, po ti jepi atë që meriton, ndërsa hangër, ta kupto. Mos i jep ndoshta shumë, po ti jepi atë çfarë për ti dhënë, a kupto?
pse gjithmonë, a kupton, me inate, E më mirë në Shqipëri jetojmë, a kupton, janë ca gjëra që nuk funksionojnë ndonjëherë si Këtë duhet. kam Ose inat. di si ka qenë rrethana aty, po me çka kanë vënë re domethënë. Po. E kanë vënë re që nuk është se funksionojnë gjërat ashtu siç duhet. Gjithkund. Po. Nuk është Edhe aty. Shqipëri është çik si shumë e theksuar, a kupton. Është, po, e Po, vërtet. çfarë desha të thoja? Po, të shtëpisë për shembull si reagojnë me këtë pjesën e famës tënde, domethënë e përjetojnë ose kanë ai problem me këtë aspekt apo janë okay? Ti ke prindrit bashkë? Po, Okej. po, jam bashkë. Domethënë kanë thënë që pse apo si apo ku di unë. Po, e kuptoj, se ato ti thu problematikat brenda familjes sot, ose ndaj pyetje, ndaj gjë që mund të konfrontohen apo. Ç'a ndihesh ti rahat të shpjegosh domethënë? Faktikisht, unë s'u di, usoj si unë kur jam kështu në shtëpi, domethënë nuk është se më njëri, nga që ndoshta i kam marrë ato, unë kam qenë një vajzë që për shembull i kam thënë që në fillim. A kupton, kjo jam. Po. Edhe pranoni mirë, a kupton, jam njëri që i kam ndonë Unë atë e gjë që kuptoj se fillim. ata se do marrin, s'do të vrasin, a Po, jo, kuptoj me jo. që me i thon ti që kështu jam unë, e kuptoj unë ti normal Jo, edhe unë edhe ti edhe familjet gjithë. mesatare në Shqipëri është ke drejt, sepse familjet mesatare nuk unë e di, sepse unë shoh shumë komente që ta kem vajzë unë e Po bëj, unë e pras, unë e kthej, unë e komentet se komentet. A kupton? Moja ashtu thon pa një mund të bëjnë, a kupton? Se unë i shoh. O zemra në momentin që deli robi thotë ore kjo është jeta ime, s'kan qa me të bëj as shtëpis as i gjë, merr gjonat edhe ik. Po. Apo edhe sidomos fakti që ti ke dalë në vete, a kupton, nuk kanë fare qa me të thon. Po thjesht Jo, mbështetje nuk i kam po pas. them, Po. Ta kam llafin që do me thënë, personazhi që ti ke krijuar nuk është një personazh bazik shqiptar, më kupton? Edhe njerëzit ndoshta ose të shtëpisë më saktë, se për njerëzit se po na intereson shumë, mund ta përjetojnë në një mënyrë pak jo normale, a kupton, duke marrë parasysh se do s'do, do me thënë pa të ofenduar, në thonjë se edhe fakti që nuk e një net, për shembull në Tiranë dhe është një vend pak më larg, është mentalitet akoma më i thelluar në këtë pjesë më tradicional. Prandaj dua të di si ka qenë perceptimi mbi personazhin që ti ke. Po, llafe plot i herë. O zot, në fillim fare, ku kam bërë lavit e para, o zot. Po mamin e kam pas mbështetje shumë, pavarësisht se babi po dihet domethënë, se thashë në fillim, por që mamin e kam pas shumë mbështetje, nuk është se kur nuk më ka lënë, e din? Nuk është se ka pyet njëri mami, e kupto. Edhe sot e kësaj dite ashtu është. Nuk ka lënë njëri, nuk e di të kuptoj, as nga fisi, as nga, a kupto. Ka thënë vajza ime nuk a din. Ka punë të vet. Bravo, i ka vu ato, si thonë, barrierat, e din? Edhe nuk ka lënë asnjëri kurr. Edhe njerëz që jo, domethënë të hujt kur shumë shoqëria, këto që mund të ketë mami, kur unë kanë sepse ka në herë, a din, filloi me kunja ose diçka, edhe gjithmonë thotë mos ta bëni me neva se mos ta cekni se se e din se si jam. Edhe faktikisht veç mami më kupton, nuk nga këtë çka janë kështu, asnjë nuk kupton dot si ajo. Ajo gjithmonë më ka kuptuar në ato, a din, të truri. Normal, mos e të ka vajzë, normal. Jo, po se ka si s'kuptojnë, se dush. Ka. Tashi unë mendoj që nëse je një mama e mirë e devotshme, duhet ta dish se çfarë fëmijë ke, kupton se ti ke net me të, e ke pa arritjen e tjerë. Po faktikisht më ka mbështetje, e din, nuk mund ngënjej, e kuptoj. Shumë ka ne mbështetje gjithmonë. Domethënë, nuk kam çfarë me fol, e din, gjithmonë, gjithkohës, edhe kur jam do, edhe kur kam pas probleme, ku do, moj të misi, ku to kanë gjithmonë kanë qenë, domethënë, edhe atje ku kam thënë ku e kam mami. Kam qenë ku kam misi, ku kam hik nga që jam mërzit e din, edhe më ka kap ajo intervistu se mu isha mërzitur. A i thash unë, ku e kam mamin, i tha leju tje. Po normal, ku do i kështë tjetë. Tamam, fix. Po që, jo, s'kam pas probleme kur kështu. A di normal është lafet, normal është pa lafet, s'kina ku më shku, për që... Po. Për që si, ka i e gatru, në ke e. Ta ka bo në i moral këshu, tek tuk. Që shiko se... E di që i them, për të të bëjme qesh të shi, dhe më pushoj si hapa lali. Po me të shpisa, fletë shumë me fjallor... Lirshëm jam unë rejnë, si që më shiko këtu, jam shpi, jam kudo, ja s'di unë. Ashtu nuk di. Nuk mërzitën, janë okej. Ja, se edhe babin e kam shumë modern, nuk është. Okej. Ja, nuk... Vlla i vogël, ndoshta na i çik edhe nga adoleshenca e gjona apo. Po, edhe ai ka filluar të boz ju, tash ka filluar të marrë nga ana ime. Po mirë. Ka filluar me femra tani tash nik tash ai. Mirë, sado se bë dot suksesin tënd vllai se është mashkull, po. Mund gjej rrugë alternative. Mund ta gjej një alternativë tjetër. OnlyFans don. Gjithë shtëpia në OnlyFans. Si me vllai. Ai ka. Ai e ka.
Shën që ke vesh do në flasë Po, shive të shi. Lexoj. Qa ka ndodhë moj? Ai e Kanë kore? shqip numrin live, hajt më ma thash qa ka ndodhë, ai e kore? kore, ai e ore, më bërtit moj ti, po mirë, cicat po i kap kështu për efekt që të A me hajde ta rregulloj çik tash. Se mua nuk më ndodh gjë, a kuptoj qofse ke me Jo, mua. ta rregulloj pak. Më bërtit të moj ta ti, shohësh, e. po ç'ne moj ta qitën numrin live, unë të thash Thash qa ka no. ka rinthe, shko moj kore budalle, u qën ka hap, ha. Qysha. Është bluza. Është E ke bërë vetë apo ta kanë për Ma kanë falsa? bo, E se do ishte qik shu, po ta kishe bo vetë? Jo, Ata? e di sa vjetë e kam? Kam një 3-4 vjetë se me e ti e kam vesh, për zotën. O yje, kam vesh vetëm të rejnë e kam vesh. E kam 3-4 vjetë, ata vesh, gjithë komentëm thoshin vish ose i vesh. Jo, i thash dhe e le dik unë ku tjetë në i gjohë surprizë, tash, nuk. Super. Kështu jam unë, Faleminderit. Mua më pëlqen pa fund. Lukun... Do të kisha pyetur në kështu shampanjë, po thash ti nuk mundesh me po për kësaj, kështu që e di prej. Jo, po, mirë bërë. Shampanjën ta Dhe lëm shumë jashtë pune. S'kemi pse ta pimë E në disha punë. se Se çik lirshme jemi vetë ne, edhe shampanja na duhet. Edhe pastaj mirë. Po. Pale ku shifën. Okej, prit 2 sekonda se kemi një na shpjego çik si u inspirove për Lukun sa të shoh çik pyetjet tunë se po na hum na i gjok kështu interesante. Vazhdo. Mirë shpit vazhdo programin, ti s'ka Fol me gjë. kamerën, shpjegoj. Flasim bashkë unë e ti se hajde. Po. Atëherë, kjo është memja ime e famshme, besoj gjithë e dinë. Këtë mema bon nomi apo. Po, normal. Gjitha tash e kanë bërë kështu korën, si bisë thonë zemër, bukë djallë. Po, e di. O korë, ku jete këtu? Të rësik, e di që më po thënë njënëm, po thënë, tha dhe burrit tim i thëmë ka herë, heke kora nena, po ti dhe. Po, mirë bën, të mërzisin dhe burrat me rast. Pa, hec ka herë, mija bojnë, po, mirë thu. Po, të mërzisin me motër. Duhet ka Moj të herë. dashur keti? Që më ke pyetje shumë. Prej, nuk e mojme. Ha. Ja, dashur, jam single. Sa ko ke qenë single? Unë faktikisht, materialin jam lidhë për i famës, në fakt, atë në realitetin. Nuk është se e desha. Pastaj rrugës, ku di unë, hëtë nejta me Si të... kur në gjitë e qikë shu. Po mirë, rrugës se fillon e ditë për ditë. Po a i donte? Po të shikane të mu, se nuk s'di që më... A i ka qenë si tip psikopati i qikë shu, po ku di unë, njëri paranoiak, po hajtë, po. Kuptojnë qa aspekte. Më duket se ka nejtë, më duket më ka dash, të 24 orë më ka nejtë me mu, nuk e di. Kush e la kë? E letia më A ishte shumë, nuk e di të më thënë, orën. A i merte qesat, një ty të letë, tu hangë buk, merte qesat ikte. Këtë, në më thënë kapte a i truni edhe ikte, po. Edhe kështu ka ikë, edhe në fund ka shkojt, ti e di si jam unë. Po të shi ti, jo, dësha me thënë të ikë psikiatriti, mos më daksha ditë. Po. Si jam unë, të shi, ka që njëri pak... Po sot qa bën kë? Narcistë, ti e kupton. Po. Së di kam ju krejt, Instagram e krejt, TikTok e Ta ke krejt. rastis për na i ven? Se kam po mosh. A kishe shku me këtë, ta kishe rastis për na i ven? I herë kësha, që firme për mu përballë dhe te, ta kësha fakun. Ora kishe shkua, kishe boj gjo seksuale flas, po ta kishe rastis për na i ven. Në ushta për njerë ma vetë që. Ti nëzishe i nerva, ta kishe bo. A mire kam seriosisht me. O, zot. Po e lëm këshu pa përgjigje Po të këta. shqit për njerë, jo, në faktikisht, unë jam njëri çuditshëm më rejnë. Varë si ta e truje. Jo varë si ma jep truni, po mua ashtë më nerva të më bësh ashtë më mirë. Ju a thot veto vlla, mos u përpishni me taktika që s'ka nevojë. Ju a thot vet. Mirë, okay, për 2 sekonda, daku. Se e bona rejnë. Kam pa, jo për 2 sekonda. Tash ju kujtova unë me këtë kollën. Më ka dali video para sa u bë. Nuk është bë një muaj, nuk besoj se është bë një muaj, që ke qenë duke bërë twerk në rrugë. Po, Më duket se ke qenë jug. po. Në duket. Që ka qenë një kështu varg makinash që ishte boj trafikit mërshëm. Po. Jo, kam qenë Shëngjin. Okej, në Shëngjin. Nuk e di ku ishte fiksu jug. S'ka gjë nejse. Tashi, frik, ose ku di unë gjitha të çuna i farlloj sikleti, ose si ka mundësi që nuk ke qenë në ndikim të ndonjë alkooli, drogë shu, apo ke qenë sober? Unë jam vetë një shtu. Okej, do me thënë nuk asnjëfar lloj sikleti. Po si ka mundësi Zero. marr vlla? Si ka mundësi? Si ka mundësi? Tash ta më pyet atë, dhe mi tregu atë unë, se çu si përgatit ushimin, ç'është
recetën. Recetën pra recetën. Shi qa pyetje ka bo. Receta. Atëherë, receta është, receta është shumë... Receta është thjesht... Ha? Po vazhdo. Jo, do thosha, po nuk më nxorri ndaj pyetje tjetër kjo receta që mund duket interesante, ta kishim mbyllur me recetën, po se mendoj që bolle zgjatën biles, po më thuaj një recetën. Jo, për mua ti rri deri nesër mëngjes. Po jo, unë kuptoj që ti je shumë interesant dhe unë nuk mund mbaroj kur me pyetjet, po lodhen dhe njerëzit ta shoku. Këto? Nuk lodhen. Me mu? Oh, me mu. Një javë rresh neja aty kamerën edhe. Okej. Atëherë, shif mu. Është diçka që më duket se është e karakterit, por është karakteri është, domethënë do ta kesh normal. Tëndin, domethënë, origjinal. Nuk do të jesh kështu, po. Por mu më duket se është me të lindur. Nuk është me të lindur. Kjo gjëja, kjo që kam unë. Pjesa sikletit po. Po, është nuk besoj se e bë dot, a din? Po se patë. Vetë, po, është gjithmonë vetë, domethënë. Ajo gjëja është pak me trurin, se do t'i thush pak trurit stop, edhe thjesht. Po, do t'i thush këtu që da e bëj këtë gjë edhe stop, edhe ti e bën. Po, e bë për të shku virale apo e bë se e ndjen? Jo, jam vetë. E kuptoj. Më thot momentin, bëj tu aktor, ka kuptoj, bëj aty. Okej. Tash nga gjithë kjo atmosfera që krijuam ne këtu edhe gjithë ky vibe që ishte, na duhet një pjesë pak më plus 18 çik rubrik spicy, çik më e zezë, rubrikë e zezë doja vëmë emrin. Edhe nuk e di, më duket se po shpik gjë të re edhe mund ta bëj dhe në vazhdim, me thënë drejtën, se duket interesante. E di unë që njerëzit nuk do flasin si shkret ti, po avash do t'i bëjmë të flasin. Do mësona ato. Po, do mësona. Me shtyme. Po. Serena Sulën, ne nuk e linim dot pak të rubrik ta trashim dhe zonin me shumë dhe dritat kështu. Qyqja e gozit, në u këthyrin. Për zonë, qike kam zërin vetë, jo. Rejna është një qik të shishi, këtë me këto dritat këtu. Po, bë situata romantike, mo. Të shi, ka mundësi qik kamera ju, se kemi qik punë. Po, qik më vonë. Ta fillojmë të godas direkt shu me kokë, apo? Me kokë dhe me hymë. Me kokë, apo? Me kokë, apo? Ti nga jugu, a? Nga jugu. Se dhunare, o vëlla, dhunare, ti. Varet, se kam na erë dhe na kam kështu jam qik si pa lidhje. Po. Jug veri e nga vod. Po. Rrim tha me të dyja race. Ku ka ma mirë? Serena. Po. Para se të vazhdojmë romanticitetin bashkë, do ta vazhdojmë më vonë atë se nuk u duhet këtyre ai lloj ekskluziviteti, po. E kuptoj. Ke shkuar ndonjëherë me lek? Me lek? Nuk është, mu më shion ma shumë pa lek, zemra. Nuk e di Shkon për qefin tënd. Po, mu më shion ma shumë ashtu. Më frojnë shumë, po ma shumë më shion kur jam që kam qef një person. Me kuptoj. Nuk është se manin, pa ne kam hapun OnlyFans-it. Te OnlyFans i rahat. Pa ne kam hapun, për që kam hapun? Po. Po si ka mundësi që një gosë që përdor OnlyFans-in nuk ka dhe mentalitetin e kësaj pjese ti mendoj që ndërlidhen apo? Jo, nuk ka. Po ajo për një tash më bënesh, për një tash po. Ne lani çik atë amerikani këtë ka po se ti anglezi fakt ka hap. Se di kush e ka hap. E ka ashtu që ti në femrat më. Po. A kuptoj, ta ketë më mirë aty se sa. Po. Dalin në rrugë, ku dëgjon të merret me një, ku dëgjon, për mendimin tim është më rahat ashtu. A din? I ma safe, si të ma sigur. Po nuk më pëlqen ai fakti, nuk e di pse, po se di pse s'm pëlqen si kështu. Nuk e di pse si më duket. Më duket sikur ku dëgjon. Po mirë bentoni çun që do vetëm me shku do të thotë na ca lek. Plus është ajo. Më frojnë. Okej, që rasme, po. Po jo që të më thoj ke kash edhe e kam shumë minote do Ke pas oferta tilla? Sa s'm shkruaj. Ashtu, sa ka qenë oferta më e lartë? Të ty që unë si shoh, po qasë shkruajnë, ku di unë, njëni 2.000, njëni 3.000, njëni këte, njëni 500, njëni... Ku di unë qasë shkruajnë, njëni... Qasë më shef, po. Po mu pëlqen më shumë, nuk e di, unë përflasë për Serena, nuk kam të folë për pjesë më të madhe të vajzave, kupto. Të gjithë se kush ka, adin, mendimet e veta në këtë punë. Ti e menon nërsh, ti e koncepton nërsh, unë e koncepton, a kupto, unë sa mi shtu më mirë, ti e dramen... Po, nga ajo që, nga eksperjenca ime, menoj më mirë,
më mirë shijon kur e ke qef i person, a din? Pastaj se ka ai, dhe me aty të gjë, kupton? Ajo është pjesë tjetër. Por që më shku kështu mu s'u pëlqen, duket sikur më bjen ajo reputacioni. Duket sikur e din. E kuptoj. Një qartë. Më duket si ule, e din, nuk më duket si kështu, po më duket na kaq edhe, hajde ti. Se di se si më duket. Tash i dreq e hongër një shishe falet në të na dhan, tash si na njohin për çef, jo më. S'po i llogarisëm të Po atyre. pra, atë, edhe kur shef këto gjona kështu, duket ik me thu. Për i ka edhe ti. Unë kështu më nuk e di. Kështu më qa është ti, qa me ndonë ti? Unë personalisht edhe unë njësoj si ty me thonë drejtën. Drejtën? Po. Lekët e mija i boja, kupto rahat jam. Bravo, dhe më rahat se adin ke lekun tamë, adin. Thu du dali këtu, adin, paguj këtë gjë, paguj vetë. Se sa ta paguj dikush tjetër ty, zot të fillojnë atë. Edhe mendoj që, do me thënë, nuk, si mund t'i japësh vlerë një objekti më shumë se sa trupit tënd. Po, vërdet e po. Nese, okej. Ore, ajo di gjithë kush e di vetë, ne po flasim, ti po më pyet mua, unë po flas për veten tim, nuk është jam të fol. Po ta marrin vesh edhe vajzat e moshës të vogël, se shumë mirë është. Unë po them perspektivën time, ti po thu perspektivën tënde, një gocë tjetër ka perspektivën e vetë. Ne japim mendimet tona, ama po, aty në komentet, a din vetë pastaj, gjithë kush e di vetë. Po për mendimin tim, më mirë vajzat, nga ajo që ka mund, se sa, okay, se ti nuk do rri një femër pa shkua, kupton, se gjithë femrat dreqin hangër kush është ai vajzës rri sot. Ai do të shku qysh moshata 15-16 vjeç janë tu dal, a kupto. Tu dalin pi një kafe, mi çunë, fillojnë ata, a din, fillimet me çunat. Po kur vjen një moment që ti për shembull ke reputacion, a kupto. Je dikushi, mirë keq je dikushi, a kupto. Edhe unë mendoj që më mirë është që ti të hapësh diçka tonë, për shembull, të kesh lekun tan bazik, e kuptu. As nuk kam idenë që dikush të marrë. Po. Nuk kam as më të ide që dikush ty të marrë me makinë, me shtëpi, ku diun me krejt. Nuk më pëlqen, se unë duam pas lirinë time, e kupto? Du të kem atë lirinë time. Nuk du që dikush më thojnë që unë ty të kam marrë me lekë, unë ty të kam bë. Ai të kupton. Po më shumë se një person ke shkuar? Kështu për donate, apo kështu mikosisht kështu? Njëkohësisht. 3, 2, 4, 5. 10. Eni plus 2. Unë jam njëri open minded, kështu që unë normalisht e mbaj, se kam problem. A e ke bo, them, jo e bën. Po normal me përnesha, ma gjithë. Sa ka qenë maksimumi individëve që ti ke krijuar këtë eksperiencë? Po më varet për shembull se për shembull kena qenë një party, nga party kena shku për shembull after party, ti e din. Po. Edhe aty. Po mos i pi dini. Po, unë që unë i di si mos i ti unë. Si pi dini. Po, unë i organizoj. Ti e pi dini shta. Okej. O, zot. Dhe bëmi after party, bani. Me Terezi. Edhe varet aty pastaj në after party ti e di, pastaj dali ku dali aty. Unë nuk e di motër, se po ta them kështu se nga çka ke xhua, kupton, kështu. Nga çka ke xhu. Kam xhu, unë po të pyes ty, për çfarë po thu për after party? A mi për after party më për çfarë? Jo, unë po them ti personalisht si experience. Me sa veta ke shkuar, nëse je okay ti përgjigjesh kësaj pyetje në të njëjtën kohë. Për zotin unë s'maj mend faktikisht ka herë jam njëri si është bërë. Unë jam një, jo, nuk maj mend kuptimin që nuk e vej fokusin shumë, a kupton? Për shembull, shoh ideal pëlqen rrimjet e kaq, më intereson, a kupton? Shoh për shembull mund të rri edhe mi shoh që se kam nejt çina e, nuk është se kam problem shumë sy ti shoqës time me bë seks mi, a din. Po mirë shoqja se ka problem? Jo, për shembull si tanti jo shef. Po dash të filloj futu të vaja. Marvesh. Se ke keq. Ajo ofert 2000 është në rregull. Dhe që të futu të them, mos rri, okej, të rikë shovi. Jo, kështu që ke respektuar. E që ke respektuar. Po, okej. Qa thosha? Vese varet pëse, ti për të shë ka varet. Me femër, ke shkuar në jerë? Unë po them kam netë në me shoqë kështu, a kupto. Po ke netë kështu tek, apo e ke fut në pistë, ti ke thënë rri shif po deshe, po s'deshe mos shiko, se ka ndryshim. Jo, shiko, ka qenë, di ku më kanë, birës më kanë të aji, Vali Koleone. Nuk e di e ke në gjusë e jemi shumë t'i ko.
Edhe njëra më kishte fiksim muatit, merre së herë bëjmë treshe. Edhe tash e kuptoj, unë jam njëri që, okej, po unë jam njëri edhe pak si marrë për seriozisht, din, edhe mendoj se tallëm gjatë gjithë kohës. E kuptoj. Edhe i thash unë treshe, me ty e pashi e këtu, më thosh, "Çka më mboke, më të shihem." I si që këtë ma këshu ma shnonë, ti po, ata po më si. Edhe, ajo vetëm kishte fiksim dhe është të përflasë trosh kjo. Vetëm sa kam fiksim sa din, sa me ta marrun ty, sa dhe opta, ajo ti mu. Okej, dhe është në regull që e kena. Okej. 1 milion e du këtë intervjisë, ku të më ti. 1 milion Vdiqa. Okej, dhe që ka mi. Po, s'ka bo ofert keqe me thonë drejtë. Edhe thash, okej, hajde, ako pëse shjesë. Tash hajtë me këtë shofirë qa është të përnesh, ako pëto, këtë për qef, ako qje. Po faktikisht nuk ishte si mashkull, ja. Mashkull është ma ashtu. Po. Me lapën. Nuk atë, ne? Po s'ka pas eksperiencë shkret. S'ka pas, ku t'ju, nësë nështë ashtë, ku t'ju, nështë ashtë emocionu, ka thënë shnega. Edhe personi famshëm ti ka thënë. Edhe ai po, edhe ai njëri... Po. E ka pas me emocione shkreta. Po shashtitje. E ka pas me emocione. Jo, po imagjinoja atë do me... Tjetër menu. Po, jo, ashtel isha akoma te takimi live. Po mirë, okej. Dhe me thanë jam njëri i hapur, nuk jam njëri kështu, a kupton, nuk i marrë gjën, pavarësisht për të shakave, din. Nuk jam njëri, si thot, homofob komplet. Më thuaj 3 emrat më të mirë seksualisht që ke qenë në estradë. Që njihen. Top 3. Me këto që kam shku, po në një që s'kam shku akoma, që të them. Që ke qef me shku edhe që në këta që ke shku që tu që janë më të mirët. 3, top 3. E tjerës. Fero herë po, 1, më pëlqen. Okej. 1. Edhe Klevi më pëlqen, nuk mund ta heki. 2. Edhe tretin do them... Me di stresin nuk, po stresin për që më shumë prapë, nuk e di pëse. Ma kalan atë shirë, ma mirë. Fero, Klevio, stresi. Po mirë, këta... Edhe nëzi, po ai mas këty në vjen. Kështu ditërisht. Se mbahet kështu si, okej. Jo, ka trupin, po varet aty, a kupton. Okej, po është me në gjitë me. Po që do me shku që se ka rritur akoma kështu si pik referenca? Ma thuj në një, që me ndonë ti për shemë, në një që se rejnë thuti për shemë, këj person që me ndimi ke për shemë, për te. Në një që e ke pas, ose në një që e ke pas podcast, në një që da e marrësh. Unë podcast kam pas Lart Vasilin edhe stresin. Tani stresin e... Stresin edhe? Stresin e përmënde, më. Lart Vasilin... Akoma nuk e kam... Kena i... Ne i mendim. Që më përshë i këshu. Ne i daddy, e? Ne i farloj daddy. Pritë të tërgoj diçka Renis. Kemi 5 minuta, po shim ma tregoj këtë. E pas ka marrë në telefon. Qa donte? Qa doshim përballë Big Brother. Doshim i qikë përballë e Titanësh Big Brother. Po se arruat që, po? Kështu në komunikim, njena akoma. Komunikim. Po mirë, okej. Avash. Avash se është edhe moshe madhe dhe i duhet ko. Viagra. Atë se di pastaj motor, atë se di, nuk e di. Ti ke jetu në Amerikë, ti du t'kesh në ditën të dish në i këshu. A ne, jashtë shtetit. Qa të di me? Në një më të mirë këshu që ja jep. Nga këta të huaj? Jo, në një këshu më i ti, si Viagra, po them, dreshin në shatë. Po në shkëta si jam marrë me mosh të thyrë. S'e ka me dadit kjo. Jo. Nuk pas ke daddy issues. Ja, marrë me moshën time. Nuk pas ke daddy issues? Jo, e kam. Se? Kam daddy issues, po nuk i kam nga kjo anë. Jo, mamin e kam mashallah. Mommy issues, nuk e? Jo. Po, mami issues po t'jam ftohme mu sejna mami, tash i klutëm shumë tash. Po, mirë e kam. Klutëm shumë. Po, kjo së me të që... Samshat. Në kështu tu e du me grushta. Tamam, me grushta. Po i të më që kamerë të atërgoj, ku ti du ti mami? Po të pak të në të kapim, të bëjmë virale, po u zoom. Jo, seriosisht e kisha. A shu?
Se i shkon edhe na i sy kështu skiç direkt është për sherr. Jo, unë se kisha seriozisht, unë do kërkoj shumë pjesë në që ti ofenduar zemra ime. Mos më afrosh shumë se nuk e marr vesh, po jam bërë edhe dritat. Se e ka i çik zonin kjo E kam. Mos me të pati në telefon ti. Shumë thon edhe korrierat e hap telefonin i them i them tek Tesa Majtas i them korrierave offline thon. Offline thon. Edhe po të kishe dalë djalë ti. Mirë do ishte. Super yll do isha për zotin. Ti do kishe ardhur. E para unë, e pa. Okej. E mbyllim kështu si rubrik. Me çfarë mbyllësh rubrikën? Unë s'kam ndonjë fantazi aktualisht, nuk e di. Dhe mësh mi puthje. Jo, e lëm një puthje në faqe, Mali buskuqe në faqe. Në puth. Më ngeli buskuqe? Ta ngeli, aty ku e kam lënë. Hape buskuqe. Faleminderit shumë. Nuk e fshi këtë 3 ditë. Okej. Gracias. Para se ta mbyll, domethënë. Edhe të vendosësh ti, nuk e di se çka ke vendosur të bësh. Po. Kam një dhuratë për ty. Wow. Një nga sponsorat tanë që kemi sjell, nuk e di tani, ti çfarë ditë zë vë make-up motor? Mos e çoj, unë kur du. Kjo është skincare, domethënë është ka produkte skincare, unë kam shpjeguar, domethënë njerëzit e dinë çfarë është, nëse ti ke interes të ta. Sa mirë se unë s'kam përdorur kurrë, mirë e bën. Unë kam sjell me thënë drejtën, nëse ti ke nevojë edhe për produkte të tjera mund ta sistemojmë. Po kësaj radhe kam sjell një kështu SPF, që domethënë nuk e di a përdor make-up gjatë ditës, por nëse je kështu që nuk e ke fytyrën kështu si pa ngjyrë ose get dry, si i thonë e thatë. E thatë, po. Kjo ka një si pink, si pigment roz. Kjo e lag. Edhe kjo është lubrifikanti për fytyrën tënde. Nëse do, ta shikosh, ta shqyrtosh, shikoje. Që ka pink. E pink, po duaj qik girly për Serenën. Maru derë më quhet. Faleminderit, thank you, je shumë mirë, shumë faleminderit. Është pashëm nga bollëruar se si më duket tash, nuk e di. Shumë faleminderit që erdhe. Shumë faleminderit ty, je shumë mirë. Gjithashtu. Edhe ti ishin gjitha si ty, ku më e gjet, po ja që ti do të bëj, ti je pak edhe psikologe ti, falem duket shkon mirë mua. Se di çfarë shkolla ke marrë, nuk e di si po, çka ke bërë. Jo, jemi ashtu në proces të sipër të shkollës. Je proces të sipër. Okay. Proces të sipër. Po dukesh që je, domethënë, vajzë me e kupton domethënë, kupton të mirin, të keqin, çmenmin, budallën. Se ti jam ndryshe, unë nuk është se i kuptoj, po i pranoj të gjithë, më kupton? Po e kuptoj, pranoj të gjithë karakterin. Është edhe me kuptim, po është edhe me pranim, domethënë. Po, e kuptoj. Bravo. Rrofshet. Një do të kitje. Zonja e sotrin, ju puthin fort, jeni shumë të mirë. Ju duam. To the one, from the one to the three. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed you won't believe. And I get more ass than a toilet seat. To the one, from the one to the three. I got a bad bitch last night in the day. Let me tell you how I made a life with me. Conversation and fantasy. To the motherfucking to top. Motherfuckers talk, see them drop. If I got them, then I'm a rock. So when I show ass, I'm gonna get the rock. Get your ass off the wall with your 2 left feet. It's real easy, just follow the beat. Don't let that fire girl pass you by. Look real close, cause strobe lights on the party. Let's get it started. I'm looking for a girl with a body that's sexy. Y'all motherfuckers know this. And I get more ass than a toilet seat. From the one to the three. I was the bad last night in the day. Let me tell you how I made a life with me. Conversation and fantasy. To the motherfucking top. Motherfuckers talk, see them drop. If I got it, then I'm a rock. And when I bust your ass, I'm gonna continue to rock. Get your eyes off the wall with your left feet. It's real easy, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Real close, cause strobe lights wanna have a party. Turn the music, let's get it started. Go ahead, keep up for a girl with a body and a sexy strut. Wanna get it moving, baby, step right up. They act retarded. Something's about it, body. I'm looking for a girl that will do whatever the fuck I say. Every day she be giving it up. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me.